Të nderuar qytetarë të Shkodrës, sot më shumë se kurrë është koha të dallojmë qartë mes dy rrugëve politike që na janë shtruar përpara. Njëra është rruga e zhurmës, e bllokimit dhe e pengesave, një model që për vite të tëra e la Shkodrën në harresë, pa zhvillim, pa investim dhe pa vizion. Tjetra është rruga që kemi zgjedhur ne, Bashkia e Shkodrës sot dhe Partia Socialiste, rruga e punës, e investimeve të qëndrueshme dhe e një zhvillimi që nuk ndalet. Sot dua të ndaj me ju një tjetër dëshmi konkrete të kësaj rruge. Një paketë investimesh historike për shkollat dhe kopshtet e Shkodrës, me një vlerë totale prej 12 milion euro. Po, 12 milion euro investime në arsim, që deri dje duken të pamundura, por sot janë realitet. Vetëm nga granti prej 4.5 milion euro i fituar nga Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit do të rikonstruktohen shkolla 9-vjeçare Ismail Qemali, kopshti Tom Alimhilli, palestra e gjimnazit 28 nëntori, do ndërtohen fusha sportive në shkollën Tring Smajli në Rrethina. Ndërkohë, po ecën me ritëm dhe puna për rikonstruksionin e shkollave Ndremjeda dhe Koli Dromeno, terrenet sportive në 3 shkollat të tjera, rikonstruksionin e plot të shkollave profesionale Hamdi Bushati dhe Arben Broci, falëmbështetjes së Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Të gjitha këto nuk janë thjesht shifra. Janë jetë më e mirë për nxënësit, kushte më dinjitoze për mësuesit dhe një siguri për prindrit. Janë dëshmi e një përkushtimi të palëkundur që Partia Socialiste ka ndaj qytetit të Shkodrës. Në krahun tjetër, opozita vazhdon të luajë rolin e pengmarrësit. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, ato bllokuan fondet për transformimin e Kinema Republikës dhe kundërshtuan menaxhimin e plazheve, uljen e tarifave në plazhin e Velipojës, vendime që ishin për qytetarët, por ato zgjodhen t'i kundërshtojnë vetëm për interesin politik. Modeli ynë është i qartë: puna, investime dhe rezultate konkrete. Modeli i tyre është po aq i qartë: bllokim, rrëmuj dhe asnjë kontribut për qytetin. Ne nuk premtojmë me fjalë boshe, ne flasim me kantiere ndërtimi, me shkolla që marrin jetë, me projekte që po ndryshojnë realisht fytyrën e Shkodrës. Vizionin ton për Shkodrën 2030 e kemi nisur ta ndërtojmë sot, me çdo hap që hedhim bashkë me ju. Shkodranët e din mirë kush po punon dhe kush po pengon. Unë jam krenare të jem pjesë e një ekipi që nuk ndalet, që ka në qendër të vëmendjes një qëllim: zhvillimin e Shkodrës dhe mirëqenien e qytetarëve të saj. Faleminderit për besimin tuaj, ne jemi në krahun e duhur, atë të zhvillimit, dhe do vazhdojmë të ecim përpara bashkë.